Komiteti i Jashtëm i Parlamentit Evropian diskutoi për rreth një orë për procesin e përgatitjes së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit dhe rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria ka bërë progres të rëndësishëm dhe mbetet e përkushtuar në qëllimin e saj për të përmbyllur negociatat për antarësim në vitin 2027, por ka ende punë përpara, sidomos për sa i përket zbatimit të reformave që lidhen me kapitullin e themeloreve dhe shtetin ligjor. Ne gjithashtu vazhdojmë të shohim një polarizim të fortë në Shqipëri, që qartësisht nuk e ndihmon vendin. Sipas kërkesës së europarlamentarëve, partitë politike dërguan në Bruksel 2 përfaqësues nga shoqëria civile dhe bota akademike. Partia Socialiste Gledis Gjipalin dhe Partia Demokratike Artan Hoxhën. Situata në Shqipëri tani që jemi në prag të zgjedhjeve parlamentare ka qenë në përgjithësi e qetë, ndryshe nga zgjedhjet e tjera ku ne kemi parë shumë kërcënime për bojkot apo ankesa për organizimin e zgjedhjeve. Majoranca po kërkon mandatin e 4 dhe po garon mbi premtimin për vazhdimin e reformave dhe bërjen gati të vendit për përfundimin e negociatave në vitin 2027. Opozita u dëhequr nga Partia Demokratike po garon me tezën e antikorrupsionit, një agjendë më populiste dhe ndikuar nga fushata e Trump, pasi kanë punësuar dhe strategji kryesor të fushatës së Trump. Pritshmëritë e mia janë negative. Zgjedhjet e 2025-s do të jenë më keq se ato të 2021-shit. Kufit mes shtetit dhe partisë në pushtet janë zhdukur. Krimi i organizuar ka mbështetur në zgjedhjet e kaluara fitoren e PS-s. Sistemi i drejtësisë në zgjedhjet e kaluara ka dështuar të ndëshkojë krimin e organizuar dhe kjo do t'i inkurajojë që ata të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Diskutimet e europarlamentarëve reflektuan aleancat që 2 partitë e mëdha kanë në Bruksel. Përfaqësuesit e Partisë Popullore Evropiane mbrojtën tezat e PD-s, ndërsa të majtët në Parlamentin Evropian interesat e Partisë Socialiste. Ne po flasim për një situatë shumë të polarizuar dhe po sjellim këtë polarizim. Kjo nuk ndihmon marrëdhëniet e Parlamentit dhe Bashkimin Evropian me vendin, dhe unë do u bëj apel kolegëve, ju lutem frenohuni të mos përfshiheni në debate përpara zgjedhjeve. Ne duhet të diskutojmë dhe të vëzhgojmë fushatën elektorale dhe zgjedhjet nga afër, pasi ka pasur probleme në zgjedhjet e kaluara. Blerja e votës, manipulimi i listës së votuesve dhe abuzimi me burimet shtetërore nuk janë gjëra të reja për Partinë Socialiste në pushtet. Për një vend kandidat për në Bashkimin Evropian, nuk është kjo mënyra se si zhvillohen zgjedhjet. Seanca dëshimore për zgjedhjet e 11 majit kërkuan nga Partia Demokratike, e cila synon të sensibilizojë faktorin ndërkombëtar për procesin e zgjedhjeve parlamentare.